Mbrëma, edhe unë jam një ish i persekutuar, por në një drejtim tjetër. Kam ngrënë dynjan për t'i propozuar femrave sipas stilit socialist. Nuk është fare për qeshur sepse ka qenë vërtet tortur. Ka qenë tortur si breket që ju thash herën e kaluar. Sot është shumë kollaj të kesh kontakt me një femër. Telefoni, e-maili, Facebooku, Twitter, klabe, pabe. Në atë kohë, ti propozoje një femër dhe ta gjuje, ishte një sipërmarrje e madhe. Por ti të tërhequr vëmendje fillon të gjujtja me Kush nuk dinte ti bënte këto, imitonte Borinë e Saurrelit. Dhe vazhdonte për orë të tëra, duke ndenjur poshtë balkonit dhe i frishëllej ndonjë motiv. Unë për shembull kam pasur për Elizën, po në të njëjtën kohë kishin edhe dy shokët e mi. Po e frishëllejmë në mënyra të ndryshme. I pari e frishëllente. Unë e kisha më të gjatë, se isha më romantik. Kurse shoku tjetër që kishte shpinte braka, e frishëllente. I dërgoje dhe poezi, dashurie, dhe në përvaqe bëje kastile, i dhe ndonjë pikë ujë, sikur ti kishe qarë, e bënin gjithë këtë, dhe ishte gjëja më e bukur, romance gjallë në atë kohë. Ekzistonin dhe poezit të tjera, të tipit të idiot, naiv, goce më fal një minut, mos kujto se jam ajdut. E kam babin oficer, kam lavatrice dhe frigorifer. Po s'besove, hajt me mu tani se jam vetëm në shtëpi. Mbas 6 muaj që ti lodheshe me vendosje ti propozoje, sepse dhe shokët të kurajonin. E kishe imagjinuar atë moment, i kishe planifikuar të gjitha detajet, që nga momenti ka mundësi 1 minutë, dhe deri tek e kam seriozisht të dua. Dhe ajo ditë e shumë pritur vjen. Ti si rrallë herë, ke bërë dush që në mëngjes, pavarësisht se nuk është e shtunë. Laheshim vetëm atë ditë, vetëm ditë e shtunë. Por sot është një ditë e veçantë, dhe dielli shkëlqen ndryshe. Në çdo pulitje që pallash, të del fytyra e saj, buzëqeshja e saj. Zemra fillon dhe rre dhe është në sinkron me mendimet e tua. Me një fjalë totalisht një idiot i dashuruar. Merr dhe biçikletën me vete. Ju siguroj që ishte në atë kohë si të kesh Foristradë sot. E merre biçikletën, kapje pantallonat me kapse, rrobash, që mos të kapte zinxhiri dhe mund shkoje me kokë përpara. I hipje biçikletës në këtë mënyrë. Hop! Dhe vrum përpara si era që ndërkohë të ledhatonte fytyrën, por edhe flokët. Dhe ti nuk e kishe problem edhe pse ajo ishte me shoqen, sepse dilin gjithmonë bashkë, asnjëherë nuk dilin vetëm. Afroheshe me biçikletë, ngrije këmbën, edhe po t'ishte biçikletë femra, se kështu tregoj që ishe mashkull. Zbrisje, timoni në dorën e djathtë, ecje e tipit sportiv, zgjasje dorën e majt për t'i treguar që kishe dhe orë. Ja kishe marrë plakut borxh. Dhe në momentin që doje t'i thoje, ka mundësi 1 minutë, në këtë moment një fytyrë gozhë të kthej, sepse dhe ajo e dinte. Jo. Timoni fillonte dhe dridhej, sepse biçikleta nuk ishte jote, ishte e shokut, që ja kishe marrë borxh, dhe kalon në ecje të tipit të shpërqendruar. Po nuk dorëzohesh, dhe pse fytyrat është bërë flakari me kuqe. Duart janë ndersitur. Goja është tar, këmbët nuk binden më. Ti insiston dhe i thua, ajo që është gjithmonë një hap para teje. Ta afron fytyrën dhe thotë, jo pra tash. Ti në atë moment konstaton që sa do jeni moshatar, asaj i kanë dalë mustaqet, kurse ty akoma jo.
Por nuk mjafton vetëm kjo. Është edhe ajo shoqja që kanë krah, që nuk flet asnjëherë. Ajo bën vetëm mimika. Sigur do të thot, çuni, po thot jo, më trosh se kaq. Por ti tenton për herë të fundit. Me gojën e tharë i thua, të dua. Dhe ajo që ta kthen. Mirë pra, jam e zënë. Dhe shoqja gjithmonë me mimik, as të thash, përfundimisht ta ka dhjerë. Të duket sikur të gjithë në rrugë po të shohin ty. Dhe ti këtu nuk i drejtohesh më shoqës. I drejtohesh asaj tjetrës. I thua, po Timi, je zonë me ti. Dhe ajo që më në fund flet, thot, jo të quni, unë nuk e di, ti po i propozoj e kësa, jo mua. Dhe akmarja jo të vazhdon. Pse për mena gjo emër unë? E shtyn bicikletën për para dhe i kërcen, hop! Si ka u boj si në kalë, dhe ndjen një gup. I e bicikletës fytyra nga lulkuqe, ka filluar të marrin ngjyrën e vjollcës nga kontakti, po në fytyrë të feks një buzëqeshje. Sepse ti e di shumë mirë që ato dyja po zihen tani. Je i djerë, por je krenar, ama.